Një rrëfim hipotetik I gazetarit italian Nelo Trocchia duket se po shndërrohet në një flusk sapuni nga opozita shqiptare dhe eksponent të saj. Në vend që të merret me problemi real të pastrimit të parave përmes skullave në Tiranë, PD dhe njerëzit e saj kanë zgjedhur të vijojnë të bëjnë atë që dinë të bëjnë më mirë, përsëritjen e shpifjeve me shpresë se do të bëhen të besueshëm. Vet gazetari italian, që I referohen përfaqësuesit e opozitës, ka theksuar se I është referuar dokumenteve, përgjimeve dhe hetimeve gjyqësore të organeve ligjzbatuese europiane, duke përshkruar biseda të personazheve të caktuar të botës së krimit që flisnin për një takim të tillë, mirëpo një gjë e tillë është shumë larg përfshirjes reale të Ramës në atë takim. Opozita nuk është e lirë të merret me thelbin e problematikës së pastrimit të parave në Shqipëri, që vjen edhe nëpërmjet ndërtimit të kullave, sepse nëse do t'i shkonte deri në fund një problemi të tillë, do të dilnin lidhjet e saj me këta ndërtues. Në mungesë të kësaj, asaj duhet të shpik një fabul, e cila është e bukur për një libër apo një kronik të gazetareske, por as nuk e ndihmon opozitën, as nuk arrin të shndërrohet në kauzë dhe të bëhet e besueshme për njerëzit. Ironia qëndron tek fakti se edhe vet gazetari italian në intervistat e tij ka qenë I kujdesshëm sepse ai nuk ka pretenduar se mban në dorë të vërtetën absolute. Përkundrazi, ai ka insistuar se është detyra e institucioneve dhe e politikës të japin përgjigje. Dhe këtu lind pyetja thelbësore: pse opozita nuk po I përdor instrumentet parlamentare dhe ligjore për të kërkuar hetime serioze, por mjaftohet me propagandë për konsum politik? Në fund të ditës, të vërtetat e mëdha nuk fshihen në Aruba, por në qendër të Tiranës, në kulla që rriten pa hesap dhe ku miliona euro të dyshimta pastrohen në sy të të gjithëve, por që, fatkeqësisht, kjo opozit nuk I shikon. Heshtja e saj është e qartë sepse ajo është e marrpeng nga interesa klanore, familjare dhe ekonomike. Nëse brenda saj ka njerëz me integritet dhe të besueshëm, duhet të dalin dhe të thonë të vërtetën shqiptarëve. Sa për skenar me babale, opozita është e ngopur deri në fyt dhe përfundimi është parë shumë herë se si vete.